Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, begatit dhe gjitha mirësitë e Allahut dhul xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo men që i takojnë të vetmit Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirëdhënësit. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili krijoi dhe kujdeset për gjitha krijesat e tij. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili në shumë ajete kuranare na motivon dhe na nxit për njohjen e tij. Në shumë ajete kuranare na motivon në aspektin që muslimani gjithë jetën e tij duhet të bëj vetëm një gjë, nëse këtë arrin ka arritur gjithçka. Ajo është të njihet me krijuesin e tij. Kush e krijoi atë? Çfarë duhet ai të bëjë? Pse erdhi njeriu në tokë? A thua po erdhi për bukurinë që ai ka? A thua se erdhi për forcën që njeriu mund ta ketë? A thua se erdhi njeriu të i tregoj botës të bëj çuditëre kështu me radhë? Këto janë gjëra të cilat mund t'i quajmë lirisht sekondare, ajo primarja që neve na është urdhëruar dhe për të cilin jemi krijuar. Çfarë thotë Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu në Kur'an? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Interesant, shumë thjesht shprehet, aman mendoj që është shumë kuptim plotë mesazhi hinor, mesazhi Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili na thotë: o njerëz, unë juve nuk ju krijova për pos tjetër, juve edhe gjinëve, do me thonë, jo vetëm njerëz, nuk u krijova për pos tjetër, për pos që të më bëni mua ibadet. Nëse ju mua nuk më bëni ibadet, të gjitha punët tjera i keni të kota. Kështu do të thotë neve. Këtu është një përgjigje dhe asaj pyetjes në e cila shpesh parashtrohet një pyetje: o xho, mirë me këto jo besimtarët, a do hinë xhenet, a do hinë xhenem? Ne kur u themi që në xhenet do të hinë vetëm punë mirë, dhe ata që kanë thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, ata habito mirë, po o xho, po ku do shkojnë gjithë të punët e mira të tyre? Ku do shkojnë? Ato vërtet bëjnë disa punë jashtëzakonisht të mira. Për shembull, me miliona njerëz ushqejnë njerëz të uritur në Afrikë. Mirë, po këndej edhe në Irak, në Afganistan, vrasin me miliona njerëz. Do të thonë, ai proporcioni i zullumit dhe i mirëbërjes apo i bamirësisë të ata është vazhdimisht i barabartë, ndërsa disa raste zullumi atyre e tejkalon bamirësinë atyre, gjë e cila tregon që nuk janë të sinqert në punët që ata i bëjnë. Do të thonë, puna pa iman, puna e cila shkëndijën e parë nuk e ka me iman, ajo punë është e kotë. Kurani kështu thot: ato punë të atyre që nuk i bëjnë për Allah, edhe nuk i bëjnë në bazë të nxitjes së imanit, besimit të tyre në Allah dhe pejgamberin e tyre, punët e tyre janë sikur pluhuri mbi një shkëm, mbi një gur. Dhe kur bie një shi, atë gurin e dini si e lan, komplet atë pluhurin e hek prej gurit e hek, normal. Edhe sevapet atyre janë kështu. Do të thonë, ata nuk kanë sevape, por që kanë lavde, kanë lëvdata, kanë marketing politik, kanë marketing në aspektin e famës, në përbote kështu më radhë. Me thonë, për ato nuk kanë sevape në aspektin dhe në kuptimin e sevapeve të muslimanit. Andaj ne do të vazhdojmë sot, i dashur vëlla musliman, ende kemi të bëjmë me Kur'anin, i cili na definon këto gjëra, na definon edhe na tregon se si ne mund të jemi të shpëtuar. Çfarë mrekullie është Kur'ani, sepse folën për Kur'anin, folën për vlerën e Kur'anit, edhe patëm fillimin e suretul Bekare, vetëm se sa filluam, edhe nuk arritëm të bëjmë komentimin e plot të 5 apo 6 ajeteve apo 7 ajeteve të para të kësaj sureje. I dashur vëlla musliman, shkon Allahu xhelle shanuhu në Kur'an vazhdimisht neve na jep mrekulli interesante, na jep disa mrekulli të cilat edhe shkencëtarisht vërtetohen, edhe kur mundohen këto mrekulli kuranore të demantohen shkencëtarisht, vinë disa shkencëtarë të tjerë mbas 20 vjetëve, mbas 30 vjetëve, edhe i demantojnë demantimet e tyre, do të thonë arenat e shkencëtarëve të mëparshëm, edhe përputhet ato ajete kuranore
direkt dhe komplet përputhen me zbulimin shkencëtor të atij viti apo të asaj dekade. Andaj, prandaj thot Allahu Leshanu, o njerëz, ky është libër në të cilin nuk ka dyshim. Nuk ka ky libër dyshim. Vetëm ne thamë edhe javën tjetër, të drejtën ekskluzive dhe të drejtën e vetme që mund të shprehet në këtë mënyrë, është vetëm Allahu i cili mund të thotë, ky është libër në të cilin nuk ka dyshim. Nuk ka shibe, s'ka shibe. Mund të kesh shibe ti edhe në emrin tënd, mirë, po te libri i Zotit nuk ka shibe. Kështu e fillon Allahu Leshanu surën më të gjatë në Kur'an, e cila e ka emrin Kaptina El Bekare. Ne sqegum deri diku Elif Lam Mim, dhalike kitabu la raibe fi. Pastaj na mbetet pjesa tjetër. Shikoni ke pjesa tjetër çfarë do të zbulojmë, por do të shqellojmë zatën se kjo është e zbuluar nga vetë i madhi i Zotit. Huden lil muttaqin, thot ajeti kuranor. Vazhdojmë në kaptinën El Bekare komentimin e kësaj. Huden, ky libër thot, është udhëzues për të devotshmit. Huden lil muttaqin. Mirë, a është udhëzues edhe për ata që nuk janë hiç të devotshëm? Apo vetëm për të devotshmit? Po, është udhëzues edhe për ata që nuk janë hiç të devotshëm. Ka raste ne kemi dëgjuar edhe lexojmë vazhdimisht, sepse informacioni na bombardon në të katër anët. Dikush e ka pranuar Islamin vetëm duke lexuar Kul Huwallahi. Dikush e ka pranuar Islamin vetëm se ka lexuar në Kur'an që kodrat kanë shtilla, kodrat janë shtilla. Në Kur'an përmendet që kodrat kanë shtilla. Në Kur'an përmenden errësirat e detit, shtresat e detit që janë sa më të errta duke shkuar më të errtë. Në Kur'an përmendet ai procesi embrional i zhvillimit të fëmijës në barkun e nanës në disa etapa dhe faza, të cilën vërtet jo Muhamedi alayhis salam, por askush në kohën e Muhamedit alayhis salam nuk mund të bënte një analizë të tillë edhe të shoh fetusin apo fëmijën në barkun e nanës se në për cilat faza kalon fëmiu derisa del nga barku i nanës. Ku e mori vesh pejgamberi alayhis salam? Çfarë mjeti kishte në atë kohë që ai ta kuptoi se fëmijës në cilën fazë të javës apo në cilën javë i vjen zemra i formohet, në cilën javë i formohet syri, në cilën javë i formohet veshi, në cilën javë fillon ato tiktaket e para të zemrës. Ku i dinte pejgamberi alayhis salam? Nuk i dinte. Nuk i dinte pse nuk kishte mjete. Në atë kohë, jo Muhamedi alayhis salam, edhe në Kinë, sepse Kina ishte më e zhvilluar me arsim në atë kohë, jo rastisht ka thënë pejgamberi alayhis salam, utlubul ilme walau bis-sini, atëherë ka përmend Kinën, para 1436 vjetëve. Kërkon një diturinë, qofse ka nevojë edhe në Kinë. Pse përmendi Kinën? Sepse Kina në shekullin e 7 njihej me çudirat më të mëdha shkencore, ndoshta edhe popullore të asaj kohe, sepse udhëhesa arabe, gjiri persik, atëherë nuk ishte i njohur as me shkencë, as me asgjë, ishte i njohur me çfarë ishte i njohur? Ishte i njohur me vllavrasje, ishte i njohur me amoralitet, ishte i njohur me raki, ishte i njohur me alkool, ishte i njohur me varimin e vajzave të gjalla, ishte i njohur vetëm me gjëra të kota, ndërsa Kina ishte i njohur me shkencë. Andaj Muhamedi alayhis salam nuk kishte mundësi të i shqelloj të gjëra, apo të i gjejti, të i kontrolloj se Allahu Leshanu nuk ja dha këtë mundësi, edhe Allah edhe mjetet nuk ishin të shpikura ende në atë kohë. Shekullin e 20 vila, apo 19, ndoshta mund gaboj, u shpikën ehët e ndryshme për të parë zhvillimin embrional në barkun e nanës, ndërsa Kurani këto vazhdimisht i ka cek dhe i ka përmend. Në Kur'an çfarë thotë? Menajul bahrayni yaltaqiyan, di detra që nuk përputhen njëri me tjetrin. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, mes tyre kemi bu një perde ka vu Allahu Leshanu. Ne nuk e dim çfarë perde është ajo. Se di. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Deti është rafsh, deti, komplet rafsh. Mirë po, mes detit ka një perde. Një penges të berzakhun, lajet një penges, jo rastësisht edhe qëndrimit në vareza, i themi, apo edhe në hadith e përmendet berzakh. Bejna huma berzakhun lajet një, ka një penges. E tani e krahasoj fjalën berzakh
Edhe në këtë ajet, edhe në ato që e thot pejgamberi Islam, jeta në vareza është pengesë. Çfarë pengesi do të thonë? Është pengesë mes dynjës dhe ahiretit. Është një lloj pauze, një lloj pritje. Jeta në vareza është një lloj pritje, një lloj pengese që nuk mund të hish as në xhenet, as në xhenem pa u bën kiameti. Pengesë perda është. Edhe ky berzahu, edhe kjo pergja që gjendet në Kur'an që përmendet në suret Er-Rahman, nuk duket, nuk shihet, as në mikroskop, as më asgjë. Mirë, po interesant. Ajo që duket është diçka tjetër. Çfarë duket në këtë? Njëra pjesë e ujit është e ëmbël, tjetra është e njermët me krip. Njëra pihet, tjetra s'pihet. Ne kemi përmendur vazhdimisht, ti merr edhe një kovë me ujë, një kovë me ujë nuk mund ta ndash ti. A mund ta ndash pa asgjë? Jo të vesh gjë, jo të vesh plastik. Ja, me trika jo. Po një kovë me ujë, fut aty gjysmë kilogrami krip. Edhe bëre ti që ajo kripa apo ajo pjesë, njëra pjesë e ujit të kovës të jetë me krip, pjesa tjetër të jetë e pishme. S'mund ta bësh. Një gotë ujë s'mund ta bëjmë me këtë. Një gotë ujë s'mund ta bëjmë kështu. Allahu në shembull tetrat, menaxher Bahreini është në DC, në gjuhën arabe, në numri dishës ka ardhur. Ti tetra i bën, jo në rafshën. Mirë po, njëri me tjetër nuk puqet, nuk takohet në kuptimin e shijes. Në kuptimin e asaj që njëra pjesë është e ëmbël, tjetra pjesë është e njerë me grip është. Kjo është mrekullia Allahu dhe shanu. Vetëm ai që e ka bërë këtë detin kështu, vetëm ai ka të drejtë të thotë për Kur'anin, ky është libër në të cilin s'ka diçi. Ai mund të thotë, ai është Allahu dhe shanu. Ne s'kemi drejtë. Ju që s'kemi drejtë, ne me njerë dhe këshim bo, po s'kemi mundësi, s'kemi takat, ne s'mundjen tonë së në largojnë prej trupit tonë. Mazallah, zyet njësi nuk shikon, qorohesh me njërin si, qëfar më? Miliona do apësh të kthej siri, a mund tjere të të kthej. Ti vetë, qiko, sirin tënë së në mrojsh, sirin tonë, veshin tonë së në mrojsh. Përposa saj që Allah i përgatiti shqisa tona në atë mënirë që ne të paktën këtë problem mos e kemi. Ja njeri u se i fuqishëm është. Prandaj Allah o dhëtë, dhali kel kitabu la rejbe fi. O njeri, ky është libër në të cilin s'ka dyshim. Urnobe studio, li hatmet, li jasinat. Një 10 vjetë tjena rahat pi hatmeve dhe prej jasinave. Edhe prej këtyre që me tohite edhe prej çdo gjë. Të miremi me Kur'an. Të miremi me Kur'an, të miremi me një ajet kuranor. Beson që miru me një ajet kuranor, një natë të vetme, një orë të vetme, ta garantoj, nuk e them nga vetja, e them nga jo që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Një orë meditim që rëndë thonë, trish, kujtojsh dhe të mendojsh rreth një çështje, rreth një mrekullie të Zotit, një orë meditim, një orë mendim, është sa me bon ibadet 60 vjet nafile ibadet. 60 vjetë. Po me bojë na file, për natë falish namaz natë, 60 vjetë, sune mbrish në krasim ato, me bojë një orë studim, apo studim bëjsh. Anise, asë sa ta ka donë Zoti mendjen dhe hapësirën e rezonit dhe të menduarit dhe të kuptuarit tanë. Bëne një orë, medito vetëm një orë. Allahu Gjeleshanu do të shkruje se vape sa me bojë na file 60 vjetë. Për natë, 60 vjetë. Ne kemi problem një natë ngrana, jo 60 vjetë. Në qofse nuk do ngrash bësh namaz nate, atëre bon namaz dite. Qëfar o namazi ditës? Bon i 5 kohët, por namazi qëtër na file qëfar është? Mera jetin kuranor edhe studiohet di fjarë. Uel gjibane autada. Edhe ne i bon kodrat shtila. Uel gjibane autada. Kodrat i bon shtila. Si ka bon Zoti kodrat shtila? Qëfar do me thonë fjallën shtila? Qëfar ka desh të thotë Zoti me fjallën shtila? Qëfar ka nevoj kodrat këtë shtil, për kodra e ka tokën, rimbi tokë? Jo, toka është në gjitur të kodra. Pse? Sepse thotë a i ka bon shtilat, kodrën sen këtë të madhe në bitokë, 3 herë është me madhe në tokë. Prandaj është shtila. Ama pse ka bon, thotë komentatorët edhe ata geologët e përmendin dhe e vërtetojnë këtë, çfarë thua? E ka bërë për të mbajtur ekuilibrin e tokës, mos ketë lëvizje të pakontrolluara toka.
Dynjaja, mos ketë lëvizje të pakontrolluara, të rrotullohet ashtu si duhet, edhe pse për rrotullimin e tokës në kohën e fundit janë duke u bërë shibe dhe dyshime të mëdha. Ka mendime, hala mendime aristoteliane, sepse Aristoteli është ai baba i filozofisë, mirë po ai ka gabuar, ka qellu këtu, nuk e di, por ka thënë toka është qendra e kosmosit. Toka, dynjaja, ka thonë është qendra e kosmosit, e në disa rrima fetare sot e kësaj dite, sidomos ata hoxhallarët e mëdhej të Saudisë, edhe ata e përkrahin mendimin aristotelian, i cili thotë që toka nuk lëviz, është ai dielli dhe hana të cilët rrotullohen rreth tokës, prandaj bëhet ndrimi i natës dhe i ditës, nuk hin astronomi, mirë po, këto çështje të cilat ne hala nuk i kemi të qarta, apo hala i kemi debative, duhet të dalë një musliman i mirë dhe i devotshëm, jo musliman që ashit për një pivë, edhe për 100 euro. Musliman i devotshëm ta studioj këtë ajet kuranor. Wa kullun fi falakin yasbahun. Pse unë të ndëgjoj Aristotelin? Ani, lexoja ti librat, lexoja filozofitë aty, s'ka problem, e hapën mendjen e hapën trurin që të kuptoj gjëra tjera më mirë. Ama pse ai mu të mrejë? Unë nuk dua të rrehem për atë. Le të mrejë të paktën, jo të mrejë me qëllim, një musliman le të mrejë në kuptimin e asaj që ka deshta thotë të vërtetën, por e ka gabuar. Aman, me studime, me hulumtimi i dashur vëlla musliman. Çfarë në shekull 21 hala diskutohet rrotullimi i tokës. Edhe bile ka fetva hala më të rrezikshme. Kush beson që toka rrotullohet, ka bërë qufër. Estagfirullah. Nuk ka në shkencë qufër. Në shkencë nuk ka qufër. Në shkencë çfarë ka? Apo në dije çfarë ka? Nëse e qellon thot pejgamberi në Islam, në një mendim shkencor, në një mendim të Kuranit, nëse e qellon thot, ama ti je i sinqert, jo me trika. Nëse e qellon ti e di se vape, nëse e gabon, çfarë? Ti e di se vape. I vetëmi është Islami edhe kur gabon në dije, ti e di se vape. Paramendo. Edhe do vinë ato ish komunistët e vjetër që kanë qenë, edhe hala jo ndoshta, por janë, edhe do thotë, xhamia e ka ndaluar dijen, hoxhallarët e kanë ndaluar dijen, Kurani e ka ndaluar dijen, Kurani ka penguar shkollimin pas Zotin që është një. Vallahi billahi, në kohën e komunizmit, edhe para komunizmit, edhe para 500 vjetëve, edhe para 1000 vjetëve, nëse dikush më shumë e kanë nxitur dijen, ajo është Islami dhe Allahu dhe Kurani, askush tjetër. Deri para 300 vjetëve, kisha edhe fe tjera kanë gjek shkencëtarët, i kanë lidhë dhe i kanë gjek. Pse ka thonë toka rrotullohet? Apo pse ka thonë? Pse? Se mendimi i tij ka qenë kundër mendimit kishtar dhe interesit të popullave të atëshëm, apo pritësirinde. Islami çfarë ka bërë? Islami e ka marrë librën e shkencëtarit, e ka vënë në kantar, e ka marrë. Sa ka peshu libra, aq alltani kanë dhënë shkencëtarit. Vetëm studio. Se ka paguajt tiketën, ja ka paguajt trurin dhe mendjen që ka shkrirë, oj dashur vëlla musliman. Prandaj muslimanët kanë qenë për t'u pasur lakmi 1000 vjet, i kanë dhënë botës moral, dije, shkencë, kulturë, pastërti, etik, edhe çdo gjë i kanë dhënë. Pse? Atëherë mireshin me Kur'an, atëherë meditonin, atëherë shpiknin mjete, atëherë e pan. Pse atëherë thanë që toka rrotullohet, tash thuhet që s'rrotullohet, sepse atëherë mireshin me studime, tash me çfarë mirën? Mirën me fruta dhe banane gjithë ditën tu hangër, edhe tu dhënë fetfaja na para to trosetat dhe fotelet prej altanit të Saudisë, edhe hajde hapëm një fetfa ose kundra kuranore, ose kundra shkencore, wa kullu fi falakin yasbahun dhe Kurani. Çdo planet, çdo ill, çdo plan, wa kullu fi falakin yasbahun. Udhëton në orbitën e saj. Udhëtimi është ai që ban gjallë kosmosin i dashur musliman. E kene suratul Yasin. Wa kullu fi falakin yasbahun. Edhe çdo planet lundron. Ky lundrim i planeteve, edhe i yjeve dhe i galaktikave të ndryshme, e bën kosmosin që të qëndrojë gjallë. Kjo pse vjen? Kjo vjen vetëm nga shkaku i gjumit të thellë të muslimanëve sot. Pse? Pranver arabe këndej, vjesht arabe andej, dimër arabe këndej, edhe çfarë? Verë shqiptare këndej, ka mos katrahure madhe, vetëm që muslimanët me çdo gjë të mirën, me Kur'an mos mirën. Kjo është rreziku më i madh.
Bota sot besoni që vërtet nuk na lufton naftën tonë. Unë e kam thënë dhe e them, vetëm Venezuela edhe Amerika ka naftë edhe për 500 vjet tjera. Nuk u dosh për naftën e Saudisë dhe të Irakit dhe të Iranit. Ajo e vërteta është që muslimanët mos lihen rahat që të mirën me Islamin dhe me Kur'anin e tyre. Kjo është qëllimi. Qoftë se ke di. Ndoshta jam gabim, por inshallah qofsha gabim. Por që gjatë historisë nga ajo që unë e shoh dhe e kemi parë dhe gjithë ju e shihni, muslimanët para 500 vjetëve nuk kanë pas naftë kur janë luftuar. Para 200 vjetëve nuk kanë pas naftë. Nafta zbulu para 75 vjetëve. Qoftë se do ta dish. Para 75 viteve është zbulu nafta. Atëherë, pse u luftuan muslimanët në Spanjë 300 vjet me radhë? Pse luftohen vazhdimisht? Pse u luftohen muslimanët nëpërmes kolonializmeve të ndryshme në Afrikën e Veriut, në Afrikën e Mesme, në Ujdesën Arabe, në Gjirin Persik, gjithkundi? Pse u sulmuan dhe u pushtuan me 100 vite? Atëherë nuk kishte naftë. Vallai s'kishte naftë. Nafta është zbuluar mere shefe para 75 viteve. Pse atëherë u sulmu? Pse atëherë nuk liheshin rahat muslimanët? Nuk liheshin rahat vetëm mos kenë punë me Kur'anin. Kjo është qëllimi. Muslimani mos ketë punë me Kur'anin. Ti mund të kesh punë me Kur'anin, ama vetëm kur bësh hatme dhe kur këndosh Yasin. Edhe ke varë, ti këndosh atë të deklit 600 sure. Ai dekli u desh marrë mësim nga Kur'ani kur i gjallë, jo kur ka vdekur. Kur'ani u zbrit për të gjallët i dashur vëlla musliman. Kurani është për të gjallë, është udhërëfijës. Thëtë, udhërëfijës. Huden, është udhërëfijës. E qëfar udhërëfijës si do jetë Kurani për ato që është mlume me 2 kubik dhe? Qëfar udhërëfijës si do jetë Kurani për gjenazet? Nuk ka, asnja jetë nuk ka për gjenazet Kurani. Asnja jetë. Përmendet vdekja, ama përmendet për marrë mësim të gjallit. Ai që ka vdek, Zoti rahmet i dash, edhe xhenet i afat. Ama për të gjallit. Ne huden lil muttaqin, është udhëzues për të devotshmit, që njëri bën të devotshëm. Cilët janë të devotshmit? E tani këtu i përmendën Kurani famalar të devotshmit në surën El-Bekare. Estaizu billah bismillah. Huden lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata dhe vazhdojnë atë cilësi tjera. Kurani është udhërëfijës për të devotshmit, tipika. Kush janë të devotshmit? Kush janë besimtarët e mirë? Don ta dish a je besimtar i mirë? Shifi cilësitë në surën El-Bekare. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ata të cilët besojnë në ghaib. Çfarë është ghaib? Sipas Islamit ghaib quhet e padukshmja. Duhet besojmë si musliman një ndër kushtet e imanit tonë, besimi tonë Allah, është të besojmë të padukshme. Çfarë është e padukshme për ne? E ke xhenetin të padukshëm për ne? Enigmosh, por posa sa që e përshkruan Kurani dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, është xhenemi, është mizani ghaib, mizani kantari i veprave të mira të këqija, është sirati ghaib, është vdekja pas vdekjes, jeta në vareza ghaib për ne, kështu më dalja para Allahut ghaib kështu më radh. Mirë, po ne për gjitha këto duhet që të jemi besimtarë të i besojmë. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Të devotshmit janë edhe ata që e falin namazet. Nuk ka devotshmëri pa namaz. Edhe Einsteini i dha botës shumë, vërtet i dha botës shumë. Në fizikën bërthamore, në fizikën astronomike, ku e t'june, kështu me radhë, i dha botës, edhe Newton i dha botës shumë, edhe Aristoteli i dha botës shumë, mirë po, këto au falën, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salate, edhe që fali namaz, ama namaz falish. Ti mund t'jesh baba i fizikës në dynjë, në botë. Por kjo fizika dhe ky studim i madh, a nuk të bindi ti që ti i krijuar ti bësh namaz Zotit? S'ka bind. Ajo fizika do t'jepet fytyrës në botën tjetër. Ti mund t'jesh baba i investitorëve në botë, të ushqesh 5 milion njerëz. Mirë po, nëse nuk i ke rast Zotit në sejdë, ko te ke? I gjithë ky humanizëm nuk të bindi ti që Allahu është ai që ta mundsoj të dha fare. Edhe Allahu ta falenderoj si me të rënit në sejdë. Ko te ke, gjitha ta. Ti mund të ndreqish 5 xhamia, nëse nuk falesh ko te ke. Po, ko te ke. Ti mund të mbajsh me buk një muhall komplet, nëse nuk falesh përsëri ko te ke. Ti mund të hapish 5 shkolla. 5 shkolla ka 100 nxënës apo 700 nxënës, ku e di unë. 5-6.000 nxënës të ushqesh dhe të financojsh. Nëse nuk falesh përsëri ko te ke. Pse nuk e plotëson kushtin e devotshmërisë.
Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Edhe tash ku do falesh, do japi zekat ka hije. Mbasi e fal, do japi zekat atë ka hije. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Do japi zekat nga ajo që ne ti ta dam. Edhe të besosh në ato që i zbriti pejgamberit ton dhe pejgamberëve tjerë. Në qoftë se nuk beson në këtë, nuk je besimtar i devotshëm. Neve nuk në takon të themi që vetëm Kurani ka zbrit prej Zotit, por do themi edhe Teurati ka zbrit prej Zotit, edhe Zeburi ka zbrit prej Zotit, edhe Injili ka zbrit prej Zotit. Mirë po, ajo që ato i devijuan në diçka tjetër, është temë tjetër, por që janë libra të shpallur hinor dhe qiellor, nuk diskutohet në këtë. Ulaika la hudan min rabbihim, këta njerëz që i besojnë të cilësi janë ata të cilët janë të udhëzuar nga Allahu i tyre, nga Zoti i tyre. Edhe këta janë të shpëtuar. I dashur vëlla musliman, Kuranin e kemi përplot me mrekulli, përplot, miru me Kuran. Jo rastësisht ka thënë Allahu xhaleshanu edhe pejgamberi i tij Muhamedi alayhis salatu wasalam, çfarë do të studiojsh është njësoj si kur me bon ibadet. Për pos 5 namazëve kuptohet. Si me bon ibadet, interesant. Ibadet vetëm një ajet mere, vetëm një ajet. Dhani kel kitabu la rejbe fi. Mere këta jeti, kjo është libër në të cilë nuk ka dishim, edhe studion mirë, është njësoj si kur me bon ibadet për natë namaz natë. Elhamdulillah. Shikosh për mundësi e ki, për namazin natës është ma i ranë se ki, beso. Duhet të thej shumin, plus namazin natës është sevap të falet në pjesën e dit apo të tret të natës. Jo mbasisohet se të reprizat e filmave turqe, hala nuk ka zonë gjumi, hajtë fali pak namaz natë. Ja, kjo namaz frikashën. Namazin natët e qëfar është? Namazin natët të është gjumi ma i fejë, bënë alarmin, të zgjohësh, marrësh abdes pak, edhe mund të cish pak më ujtë fëtot, edhe të falësh një 2 rekat namaz, ki është namaz natët. Apo unë edhe këtë su nevoj. Unë të apsot një ilaç tjetër, recept tjetër. Qfar? Merë studio Kuran. është njësoj si kur me falë për natë namaz natët. Ama studiosh me, lezo Kuran shqip. Lezo Kuran shqip, analizuj gjërë. Ja të ja për shemu, së fundmi, më në fundë, me thonë, dekadat e fundit, është zbuluar dhe është shpikur, apo është nëzitur një temë shumë interesante. Pse Allah Gjellëshanu o Gjellëgjellalu në Kuran, jo 3 vende, po ka mbi 4 vende në Kuran që Allah ma pare përmendon të dëgjuarit se sa të pamurit. E ke në surat El-Isra, e ke në surat El-En'am, edhe e ke në surat El-Kehf, e ke dhe në surat El-Bekara në fillim. Qëfar thot? Ma pare përmendon veshin, ma së ndaj syri. Bota, apo shkenca e embriologjisë, i themi, shkenca që merret me zhvillimin e fëmijës në barkun e nanës, ka vërtetuar që, çfarë ka vërtetuar? Ka vërtetuar që organi i parë që fillon të funksionoj të fëmiju në barkun e nanës është veshi, jo syri. Edhe Allahu në Kuran, Allahu Gjellëshanu në Kuran, çdo kund ku e përmendën veshin dhe syrin, jo rasisht, vetëm Zoti nuk shprehet rasisht. Ai nuk shprehet rasisht. Shumë me precizitet shprehet. Për herë kur i përmendën shqisat, e përmendën para veshin, mas andaj syrit, të dëgjuarit, para pastaj të shikuarit. Pse? Sepse shkenca sot na pas ka vërtetuar, e këto shkencëtarët nuk e di e kanë qenë muslimana jo, na vërtetojnë që fëmiju në barkun e nanës ma para I fillon të i funksionoj veshi, pastaj syri. Bile syri, mbasi lindën nga nana e ti fëmiju, ti quja dorën fëmijë, se keni pa bebet posa lindura, quja dorën ke syrit, gishtat, ai nuk reagohet, nuk shet. Mbas disa ditë, dhe do shtë edhe ja, mund shkuj edhe ditë, filloj të reagoj edhe të ndjek atë shikimin, apo atë objektën që I kalon parasive. Nuk, aman, bën një zhurë më të vogël, ai krishton. Frikit, pse? Dëgjon. Çdo kundi thot, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Vërtet të dëgjuarit, të pamurit, edhe zemra, të gjitha këto do të jenë përgjegjës para Allahut xhallahu. Kujdes çfarë shikon, kujdes çfarë dëgjon, kujdes çfarë të ndjen zemra jote I dashur vëlla musliman. Të gjitha këto kullum kana anhu mas'ula, të gjitha këto do të jenë përgjegjëse para Allahut xhallahu. Në surën tjetër El-An'am çfarë thot? Ma kuntum tastatiruna an yashhad alaykum sam'ukum wa absarukum. Edhe ju nuk fshiheshit kur bëni gjinahe që kundër jush do të dëshmojnë çfarë? Dëgjimi juaj, është prapë në surën tjetër. Dëgjimi juaj, shikimi juaj, wala juludukum. Edhe lëkurat tona do dëshmojnë kundër nesh.
Veshi të shmoj kundër nesh, e shet prapë para veshi, pastaj syri, pastaj lëkurat, pastaj gjëra tjera, kamba, dore, kështu me radhë. Në surën e 3, kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum. Allahu thot kështu, o njerëz, meditoni, para mendoni, sikur Allahu t'u marr juve të dëgjuar, t'u bëj shumë. Edhe t'u bëj çora. E sheh para t'u marr të dëgjuarit tuaj, pastaj të pamurit tuaj. E kush mund t'u kthej të dëgjuarit dhe të pamurit përpos ti? Askush përpos Allahu xhaleshanu xhaleta. Do të thonë, vazhdimisht i përmendën para veshin, pastaj syrin, që është në përputhshmëri të plot me atë që thot sot shkenca. Çfarë thot? Para fëmijut në barkun e nanës, hala para çdo organi, më para fillon të i funksionoj veshi. Jo rastisht sot gjerman dhe gjermankat, kur janë shtatzane çfarë bëjnë, u lëshon asaj nanës shtatzane kur shkon në kontroll të rregull mjekësor, ai mjeku ginekologu i ju lëshojnë një farë simfonie muzika Beethovena, ku e diune, që ai fëmia të qetësohet, të relaksohet në barkun e nanës. Pse? Sepse ai dëgjon, vërtet dëgjon. Në barkun e nanës dëgjon. Prandaj, jo rastisht gratë që janë shtatzana, rreptësisht ndalohet të trishtohen. Pse? Sepse edhe zhurma, edhe trishtimi, këto ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmijës në barkun e nanës. Si duhet zhurma? Ndërsa një mjek musliman ka shpikur një metodë tjetër. Nana shtatzane është shumë mirë, është shumë e dobishme që në kohën kur ajo është shtatzane duhet të dëgjoj sa më tepër Kur'an, sepse edhe fëmia në barkun e nanës dëgjon Kur'an. Ne i kemi Beethovenat tona, i kemi simfonitë tona. Simfonia më e bukur se simfonia Allah nuk ka, i dashur Allah musliman. Le të dëgjojnë Kur'an sa më tepër, do qetësohen. Inshallah, ai vesh fëmijë në barkun e nanës nuk do ta ketë të panjohur Kur'ani kur do të linjë në këtë dinjë inshallah. Kur'ani do jetë diçka normale se e ka dëgjuar në botën tjetër, sepse fëmia në barkun e nanës është në një botë tjetër komplet. Lut Allahu xhaleshanu xhalexhelalu që të i hap zemrat tona, mendjet tona, rezonin ton në aspektin e asaj që të bindemi që ky Kur'an është për të gjallin, ky Kur'an nuk është për të vdekmit, ky Kur'an nuk është për hajmejlia, ky Kur'an nuk është për të kënduar patkujt kalit, por ky Kur'an është për të kënduar mendjes njerëzore që kjo të hapet dhe të njoh krijuesin e tij. Allahu na udhëzoj gjithë inshallah. Walillahi al-Fatiha. Allah